Të dashur miq dhe dashamirës, përshëndetje. Do flasim sot rreth një fakti që është jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe është një dhe nga Eurostat për sa i përket emigrimit të shqiptarëve në Europë. Shikojmë statistikat në Eurostat se gjatë tranzicionit vetëm në Europë ka kërkuar lejen e qëndrimit 700.000 shqiptarë. Dhe shikohet që ky emigrimi shqiptarëve dhe marrja e lejeve të shqiptarëve në Europë është sipas një trendi të funksionit eksponencial. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë se emigrimi masiv i shqiptarëve i konfirmuar nga të dhënat e institucioneve të Eurostat tregon një krizë të thellë sociale, ekonomike dhe politike në Shqipëri. Kur një vend humbet popullsinë e tij në mënyrë eksponenciale, kjo do të thotë se sistemi nuk ofron shpresë, mundësi e stabilitet, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Domethënia e këtyre shifrave të arkivuara nga Eurostat tregon që mos lidhej me të shkuarën, por shqetësues është fakti që si është e ardhmja. Vërtet, vetëm në Europë 700.000 shqiptarë dhe rritja e largimit të shqiptarëve në Europë është në mënyrë eksponenciale. Një fakt jashtëzakonisht i rëndësishëm, një fakt alarmant me gjendjen që ndodhet sot në Shqipëria dhe që nuk ofron asnjë shpresë dhe që në situatën e tanishme, që është një situatë zgjedhore, ne shikojmë të dyja partitë kryesore në Shqipëri janë sulur diasporës për të marrë votën. Por pyetja ime është, kush ishte faktori që i detyroi këta shqiptarë që të emigronin në Europë dhe të merrnin rrugët e botës? Ku e gjejnë të drejtën legjitime këta njerëz, këta lider, këta parti të kërkojnë votën atyre që i dëbuan? Një njeri mund ta dëbosh edhe fizikisht, mund ta dëbosh me forcë, por mund ta dëbosh edhe në mënyrë të heshtur, sikurse ndodh në Shqipëri aktualisht, duke mos i krijuar kushte për mbijetesë, kushte ekonomike, kushte për fëmijët e tyre për të arsimuar, kushte për të pasur një jetë sociale sa më të mirë. Atëherë, pyetja ime, ku është e drejta e të dyja partive që e kanë boshatisur këtë vend, njëra pas tjetrës, të kërkojnë votën? Kjo është diçka që është jashtëzakonisht e turpshme. Ti të dëbon edhe pastaj thua, "Mie votën që qëndroj unë përsëri prapë, që të dëboj edhe këta, të tjerët." Domethënë i bie 700.000 në Europë dhe është rreth 1/4 e popullsisë, pa llogaritur numri shqiptarëve që kanë emigruar në Australi, në Amerikë dhe në vende të tjera. Pra, sikurse e themi, emigrimi masiv i shqiptarëve konfirmuar nga të dhënat e institucioneve Eurostat tregon një krizë të thellë, por me keqja është e ardhmja e këtij vendi. Një tjetër pyetje, pse duhet të votoj diaspora? Për çfarë arsye? Normale. Diaspora është pjesa më vitale e kompit. Edhe pse është jashtë atë dheut, shqiptarët e diasporës vazhdojnë kontribuojnë në ekonominë e në kulturën shqiptare. Ata dërgojnë financat e tyre të krijuara me vështirësi për të mbështetur pjesën e familjes që kanë mbetur në Shqipëri. Në disa raste dhe investojnë. Tjetër gjë, diaspora ka një kënd vështrim tjetër. Nuk ka kënd vështrimin e atyre në Shqipëri që ndjehen të kërcënuar me vendin e punës dhe janë detyruar të japin votës. Dhe jo vetëm ata, po gjithë familja që është lidhur me ta. Dhe kjo sëmundje si gangrenat e kancerit, dëgjoj që aty në Shqipëri interesohen nëse njerëzit janë punësuar në administrat, kanë njerëz në diasporë dhe i detyrojnë që edhe ata duhet të votojnë në mënyrë që të ruajnë vendin e punës. Kjo është me të vërtet është një diçka
jashtë çfarëdo lloj logjike normale. Sikurse tham që diaspora ka në vështrim edhe një perspektivë tjetër. Edhe duke jetuar në sisteme me funksionale, diaspora kërkon ndryshime më të thella, rrënjësore, të sjellë një mentalitet ndryshe në politikë berje. Dhe kjo është e rëndësishme. Njëherë tjetër kam diskutuar që diaspora duhet të ketë një organizim, domethënë që të ketë funksione dhe të ketë fuqi monitoruese për sa i përket pushtetberjes edhe politikës së Shqipërisë. Dhe kjo është më se e mundur. Përse këta nuk ja japin diasporës këtë funksion? Përse nga diaspora nuk kërkohet të bëj politikë berje në Shqipëri, të kandidoj edhe të vijë të japi kontribut në Shqipëri. Në Shqipëri ka plot, në diasporë, më falni, ka njerëz plot të edukuar, njerëz që janë mësuar me mentalitetin e këtu, njerëz që mund të bëjnë ndryshim në Shqipëri, njerëz që mund të sjellin risi të reja. Pyetja tjetër është, për kë duhet të votoj diaspora? Votoj për Partinë Demokratike? Të votoj për Partinë Socialiste? Të dyja kanë kontribuar për boshatisjen e vendit. Kur dihet që nëse diaspora bën pjesën politikë berjen, mund të ndryshojë balancat. Edhe shikoj aty, janë disa parti të vogla që duan të përfaqësojnë diasporën, po kur nuk i jepet vëmendja e dur, edhe nuk i jepet aksesi i dur për të bërë politikë në Shqipëri. Apo nuk jepet mundësia për të folur në media, nuk kanë akses. Domethënë, diaspora duhet vetëm për t'i dhënë votës për të ndryshuar këta në mënyrë frekuente pushtetin, sa në njërin krahun tjetër. Kur nuk të thërrasin për të marrë mendimin apo për të dhënë kontributin, atëherë cila është vlera? Nuk shikoj në një vlerë që diaspora duhet të jetë, me që është pjesa më dinamike, më aktive, duhet të jetë pjesë e qeverisjes, pjesë e monitorimit, pjesë e ndryshimit. Diaspora nuk duhet të votoj për individ apo parti që kanë kontribuar për boshatisjen e Shqipërisë. Kjo është shumë e rëndësishme. Pyetja shumë e thjeshtë, ke kontribuar për boshatisjen e Shqipërisë? As mos e çon në mend votën e diasporës. Diaspora nuk i mbështet ata njerëz që punuan për largimin e tyre në njerëzve në emigracion, që nuk u kryon kushte. Përse duhet të votoj? Alternativat e reja politike që kanë një vizion të qartë për zhvillimin ekonomik dhe demokratizimin e vendit, për ata duhet të votoj diaspora. Janë edhe disa parti të reja që mendohen se janë parti të reja, po janë replikim i partive të vjetra. Dhe paraqesin një rrezikshmëri të jashtëzakonshme për të ardhmen e Shqipërisë, edhe këto parti të reja. Diaspora duhet të votojë për platforma që promovojnë transparencën, meritokracinë në administratë dhe në ekonomi. Kandidatët që mbështesin politika për kthimin e migrantëve, për integrimin e diasporës në jetën ekonomike dhe politike të vendit. Çfarë kanë bërë partitë politike që deri më sot kanë udhëhequr Shqipërinë për diasporën? Absolutisht asgjë. Por çfarë mund të bëj diaspora për te i votës? Diaspora mund të lobojë për të drejtat e saj. Kërkesa për votën elektronike, për fajësimin në parlament dhe politikë që të lehtësojnë investimet e diasporës. Në Shqipëri nuk ka një klim të shëndetshme për investime. Kur nuk ka një klim të shëndetshme për investimet për shqiptarët që jetojnë në diasporë, si mund të ketë një klim të shëndetshme për njerëzit që nuk janë në origjinë shqiptare, që jetojnë në vendet e tjera. Pra, zhvillimi ekonomik i Shqipërisë fillon nga diaspora. Diaspora është një element jashtëzakonisht i rëndësishëm për zhvillimin e mbarë të Shqipërisë. E ishte diaspora ajo që erdhi e para për turizmin, nga dashuria që kishte për vendin e saj. Ishte diaspora ajo që i pruri ata njerëz që njifte atje në diasporë. Edhe pasandaj qeveria i mori meritat duke bërë 2-3 promovime apo ekzibicione në Europë. Fillimisht ka qenë diaspora. Edhe kur Edi Rama nuk ka qenë në pushtet, diaspora ka bërë punën e saj për të sjellë
për të sjellë turist në vendet ku ata jetojnë, duke treguar për bukuritë edhe traditat e zakonat dhe mikpritjen e shqiptarëve. Tjetër gjë, çfarë duhet bëj diaspora? Duhet të shtrojë presion mbi qeverinë shqiptare përmes kanaleve ndërkombëtare dhe denoncuar korrupsionin e keqeverisjen. Edhe këtë dikush e shikon në mënyrë qesharake, është profesor Piliçi. Edhe dikush e shikon që domethënë ai mbase me të folurën e tij e shik mrapa në kohë, po me detyrën që i ka vënë vetes, edhe ai jeton për mendimin tim, jeton një mentalitet të një kohë që ai ka qenë larguar në Shqipëria. 50 vjet larguar në Shqipëria, është një kohë jashtëzakonisht e madhe. Edhe mirë po, ajo që po bën për Shqipërinë, për të demaskuar edhe për leadershipin e keq të Shqipërisë, mbetet të vlerësohet pavarësisht atyre të metave. Nuk ka asnjë njeri ideal. Cili është qëllimi i tij, ai është i moshë të thellë, mendon thjesht të bëjë diçka të mirë për Shqipërinë, pavarësisht atyre mangësive që i duke këtyre që janë edukuar në sistemin komunist dhe nuk bën gjë tjetër veçse për ta shkallmuar dhe për ta plaçkitur atë vend. Nëse diaspora nuk e pranon Shqipëria, mund të mbetet pa shqiptar, sepse ky është trendi, nuk mund të themi gjë tjetër. Një pyetje tjetër kryesore është, a do të jetë diaspora thjesht spektatore apo do të bëhet forcë për ndryshimin? Dhe kjo pyetje është për ju, të dashur miq. Kështu unë jam në pritje edhe të diskutimit tuaj. Po e përsëri pyetjen, a do të jetë diaspora thjesht spektatore apo do të jetë një forcë ndryshimi? Në qoftë se nuk e ktheni përgjigjen sot, nuk ka ndonjë problem, nda ktheni më vonë. Kjo është një temë e hapur për diskutim. Por për sot folëm për diasporën, edhe mendoj që i vum pikat mbi, dhe kjo është një gjendje alarmante. Partitë kryesore thjesht janë turrur diasporës vetëm për votën, po diaspora nuk përfiton asgjë. Nuk kontribuon për asgjë, vetëm për të ardhurat që sjell, për investimet që sjell aty, apo mbase edhe diaspora ka fajin e vet në këtë punë. Qëndron spektatore, qëndron inaktive, meqense i ka zgjidhur problemet e saj. Mirë po, sido që të jetë puna, ai është vendi jon, edhe ne nuk duhet të qëndrojmë indiferent për zhvillimin e Shqipërisë. E kemi thënë edhe më parë, problemi kryesor që duhet të ndryshojë në mënyrë të menjëhershme dhe të përgatiten drafte ligjore është ligji i ndarjes së tokës që Ramiz Alia e bëri dhe u mbështet nga dy partitë që sot e kanë marrë zvarr zhvillimin e Shqipërisë, shqiptarët e Shqipërinë. Okej, mirupafshim për sot, më shkruani në lidhje me pyetjen, a do të jetë diaspora thjesht spektatore apo do të bëhet forcë për ndryshim? Mirupafshim.